Përshëndetje, unë jam doktori Selda Sedia. Sot do të flasim për një tjetër episod i cili është tepër i rëndësishëm dhe mezi kam pritur ta ndaj bashkë me ju. Do të flasim pikërisht për trupin kur fillon të dorëzohet. Kur nuk kemi më nevojë të mbajmë, trupi fillon të lëshojë. Muskujt pushojnë, indet e thella zbuten. Sistemi nervor merr një mesazh të qartë dhe thotë: je i sigurt. Shpesh gjatë meditimit dalin ndjesi, ndonjëherë tensioni, ndonjëherë emocione, ndonjëherë një qetësi e papritur. Të gjitha janë pjesë e procesit. Ne nuk përpiqemi të ndryshojmë ato. Ne qëndrojmë me to, marrim frymë dhe i lejojmë thjesht që ato të jenë. Në meditim mësojmë gjën më të rëndësishme. Jo çdo gjë shërohet me veprim. Disa gjëra shërohen edhe me qëndrim, me durim, me frymarrje, me leje për të mos bërë absolutisht asnjë gjë. Në këtë praktik ti nuk ke nevojë të jesh fleksibël, nuk ke nevojë të jesh i fortë, nuk ke nevojë të arrish asgjë. Mjafton të jesh aty, të marrësh frymë. Dhe pastaj ta nxjerrësh frymën. Dhe sërish të mendosh që je aty. Nëse ndihesh i mbi ngarkuar, i shkëputur nga vetja, pikërisht meditimi është ftesa më e bukur që mund t'i bësh vetes për ta realizuar atë ashtu siç duhet, në formën më të bukur të ekzistueshme. Meditimi na jep mundësinë të ulemi në trup, të marrim frymë dhe të mos ikim nga ato që ndjejmë dhe mendojmë. Qëndrimi me veten nuk është gjithmonë i lehtë. Ndonjëherë ndalin mendime, ndonjëherë emocionohemi, ndonjëherë një lodhe që se kemi dëgjuar kur më parë, ose nuk e kemi dëgjuar prej kohësh. Kjo është një shenjë që më në fund vendosëm të japim vetes tonë këtë hapësirë, ku të ndalemi, të marrim sërish frymë, ta lejojmë trupin të flasë, pa e gjykuar, të flasë me fjalë, me ndjesi, dhe sa më shumë ta lëmë pa gjykim, aq më tepër gjëra të bukura ndodhin. Kjo është puna e meditimit. Jo ta ndryshojmë me forcë, por ta bëjmë butë ngadalë, me shpirt, aty ku mendja dhe shpirti lidhen bashkë. Meditimi pikërisht na kujton se mund të jemi mirë edhe ashtu si jemi sot. Edhe të lodhur, edhe të pasigurt, edhe të friksuar, edhe pa përgjigje. Qëndro aty me veten, sepse gjithmonë gjërat e bukura do të ndodhin. Nuk ka se si të ndodhin ndryshe, për këtë të jesh i sigurt. Qëndrimi me veten është forma e një dashurie së heshtur. Unë jam doktori Selda Sedia, bashkë do të shihemi sërish në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.